Fjoll, me të kallëzu drejtën, kur ta kam pa hartën, jam befasu pak. Sepse ti dukesh një vajzë lozonjare, kështu pak, si me thanë, shumë e fort, edhe e ke dhana ti mash për të gjithë njerëzit, mirë po ti je një shpirt artisti. Ti je shumë nostalgjike, ti vunë shumë, ti kanë shumë. Edhe shumicën e këtyre gjanave i bën veç vetë. Nuk pranon me të pa dikush kur ti e ke vetën. As foli me kërkan. Mirë, se që i halin. Djeli është në dash, që i bjen ti e dash në horoskop. Mirë, po qka është e shumë e rëndësishme, është në nëshej, jote ti e një gaforën në nëshej. Po e ti. Gaforja është... Gaforet janë të buta. Shumë të buta, janë njerës të cilë emocional, njerës të cilë preken për gjithë shka, po se kalzojnë që janë prek. Shefin, atë, të keni kujdesh miqë të fjollës, se kjo preket për gjithë shka, po nuk kalzon. Qashtu jo. E ke një hanë pështetun, thuja se në nëshej, edhe kjo dhe më thonë që ti, në fakt, pa emocione je pa funksion. Ti kur nuk ke emocione, se kur je thot emocionalisht, atër je jashtë funksionit, nuk punon. Edhe pse je shej i zjartë edhe je dash, je iniciatore e shumë gjanave, i një senet, po e meta jote është që i len gjys, i qëndor prej dëshirave tua, andrave. I bon po shpejti, e kalan. Ke nevoj për një njeri cili do t'i përcjell ato andra, ato iniciativa tuat, ti i nis, po nuk je marume me i vazhdu. Je marume me i nis, e tjertë me i vazhdu. Më parim je njeri që thënë tabuja, jo pse ti je fort ose ma fort se tjertë, po pse ke detyrë prej universit të